Komisioni reformës zgjedhore nis nga puna, ligji i financimit partive është i pari në listë për t'u kaluar, opozita kërkon ndryshim të sistemit elektoral. Dashnur Sula prezantohet si kryeinspektori i përgjithshëm, ish deputeti PD-s premton se do ta justifikojë me punë besimin e dhënë nga Edi Rama. 7 mitur dalin përpara gjykatës penale të Tiranës për vlerësimin e masës së sigurisë, akuzohet se hodhën molotov ndaj forcave të policisë në protestën e PD-s. Dosja e atentatit me armë në Rinas me 2 të vrarë kalon në SPAK, hetimet tregojnë se krimi është realizuar nga një grup kriminal me disa persona. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Tensionet politike mes shumicës edhe opozitës janë lënë pas dhe palët nisën sot punën për reformën zgjedhore. Ligji i parë që pritet kalojë me konsensus është ai për financimin e partive politike, por antarët demokrat në komision nënvizuan se thelbi i reformës është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Majoranca dhe opozita rinisën punën për reformën zgjedhore pas disa javë ngorçi për shkak të tensioneve politike me të cilat u shoqërua zgjedhja e avokatit të popullit. Në këtë mbledhje të parë për këtë vit në emër të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri shprehu gatishmërinë për të miratuar me konsensus rregullat e përbashkëta për betejën elektorale. Për te tensioneve politike, kjo është një gjë e nevojshme se në fundit pushtetet apo pretendentët për pushtet do të përballen në zgjedhje dhe ne detyra jonë është të bëjmë rregulla sa më të mira me qëllim që të mundsojmë garën e ndershme dhe kushdo që aspiron të vinë pushtet ka vetëm një rrugë nëpërmjet zgjedhjeve. Palët kanë rënë dakord që ligji i parë që do të kalojnë është ai për financimin e partive politike, një ligj që është detyrim nga Bashkimi Evropian në procesin e negociatave për antarësim. Partitë politike për mua në Shqipëri janë gjëra më e rëndësishme, pavarësisht se janë neglizhuar, janë bërë si grupim njerëzish që drejtohen nga një kryetar dhe mendohet sikur s'ka rëndësi organi parti politike. Partitë politike janë institucionet më të rëndësishme sepse ato nesër do të përfaqësojnë politikat që do të drejtojnë vendin nga kushdo forcë e cila do të votohet nga qytetarët dhe do të marrë mundësinë e drejtimit të vendit. Duket sikur nuk është kontroversiale, nuk ka debat, por ajo mundet kthehet nesër, nëse zgjidhjet janë pa studiuara mirë, mund të kthehet në një debat madh që pasojën e ka tek pluralizmi politik. Përtej çdo lloj demonizimi që i bëhet partive politike janë institucione të cilët kanë rol drejt për drejt kushtetues, e përcakton gjykata kushtetuese dhe gjykata kushtetuese. Por nëse ligji për financimin e partive politike është relativisht një ushtrim i lehtë për opozitën, çështja kyçe e reformës zgjedhore mbetet kërkesa për ndryshimin e sistemit elektoral. Sistemi zgjedhor është një nga problemet kryesore që neve sot kemi. Deformimet e tij prodhojnë deformimet e procesit jo vetëm zgjedhor, po politik. Pushtimi i zgjedhjeve nga shteti është tematik absolutisht e madhe dhe dominante, kryesore, jo vetëm si rekomandime, por fakte që gjithë ne i dimë. Partitë politike caktuan në këtë mbledhje ekspertët që do të shkruajnë ligjin për financimin e partive politike. E mbetet për tu parë nëse do të arrijnë apo jo konsensus për këtë çështje të parë të reformës zgjedhore. Kryeministri Rama prezantoi sot Dashnur Sulën si kryeinspektor të përgjithshëm, ish deputeti PD-s premtoi se do ta justifikojë me punë besimin e dhënë nga Rama. Sula vuri duke se iku nga opozita pasi u hodh në rrugë pas 20 vitesh kontribut politik. Pas kalimit nga e djathta tek e majta, kryeinspektori i ri Dashnur Sula u zotua se do të përmbush detyrën e tij me integritet të plot. Dhe ne do të jemi në nivelin e tyre dhe për këtë ju japim pa tepruar, po flasi burr fjalën e nderit. Ta mbash me shëndet përgjegjësinë dhe tani kanë ndryshuar rolet. Ndonse më përpara ishin rival politik, tashmë krah njëri tjetrit. Kryeministri Edi Rama nuk i kurseu batutat sa i përket përplasjeve të së shkuarës gjatë prezantimit të tij në detyrën e re. Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament. Tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Madje dha detaje të bisedave të bëra më parë me ish ligjvënësin demokrat. Ajo që u shtrua nga zoti Sula ishte dua një sfidë dhe dua
të më sfidosh dhe të të sfidoj. Okej. Edhe unë i thash, fillohe nga konkursi për kryeinspektorin përgjithshëm. Sula u shfaq me një qasje tërësisht ndryshe nga më parë, pasi kësaj radhe nuk i kurse u lavdet për kryeministrin, teksa ironizoi dhe Partinë Demokratike. Aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar gara të pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhin në rrugë, tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Tani më shefi të qeverisë Sula i premtoi për kushtim 24 orë në punë, ndërsa u zotua se do të forcohen kontrolle në sektorët më problematik. Kryeministri Rama, sipas Berishës, po izolohet nga ndërkombëtarët. Kryeudemokrat tha se Rama anulloi udhëtimin drejt konferencës së sigurisë në Myni, duke u detyruar të dilte në krah të Dashnor Sulës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendoi se kryeministri Edi Rama nuk do të marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Myni, pasi janë anulluar takimet. Në një komunikim me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin Rama se është i izoluar nga partnerët ndërkombëtar, duke ironizuar takimin e tij me ish-deputetin demokrat Dashnor Sula. Ekziston shprehja popullore puthu me milon, por kjo sot është puthu me dashin. Edi Rama sot që kishte pronotuar hotele, saltanete dhe bëj gati komunikata të parafabrikuara na dërgonte nga konferenca më e rëndësishme vjetore e sigurisë në botë, që është konferenca e Mynihut, nuk shkoj dot. Sipas Berishës, kryeministri Rama po përballet me ndëshkim diplomatik. Për të dhënë kapak ndëshkimit diplomatik dhe politik të hajdutit që përdor Lubin si parzmore për mbrojtjen e vet, është kjo e pashembullta në historinë e konferencës së sigurisë në Myni. Kryetari i Partisë Demokratike përsëriti se opozita do të vazhdojë protestat kundër qeverisë Rama. Ata të cilët sulmojnë Sali Berishën se po njollos sipas tyre Shqipërinë, u them puthuni me Dashsulën, se Sali Berisha po mbron interesat e çdo shqiptari të ndershëm. Mirinda Karçana i ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Vendin e saj e merr Igli Tafa, i cili më herët ka drejtuar Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike. Aktualisht Karçana i ndodhi në masën e sigurisë arrest shtëpie me vendim të gjykatës, pasi është në hetim nga SPAK për akuzën shkelje barazisë në tendera. Në 16 dhjetor të vitit kaluar, SPAK lëshoi 8 urdhër arreste për drejtoreshën e Akshit dhe zyrtarë të tjerë të këtij institucioni për abuzime me tendera të kryera në bashkëpunim si dhe për kryerje të veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal. Gjykata penale jep sot masën e sigurisë për 7 mitur, të cilët u arrestuan gjatë protestës së fundit të opozitës. Ata akuzohen se hodhën bomba molotov dhe mjete piroteknike drejt forcave të policisë, duke lënduar disa prej tyre. 7 mitur që arrestuan nga policia e Tiranës gjatë protestës së Partisë Demokratike njihen sot me masat e sigurisë nga gjykata penale. Në total të martën janë arrestuar 21 persona, por për 14 të tjerët masa do të jepet të shtunën. Ata akuzohen për 6 vepra penale, goditja për shkak të detyrës, plagosja e rëndë me dashje, prishja e rendit dhe qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatërrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonjësit të rendit publik. Nga protesta e fundit e opozitës u lënduan nga molotovët 19 policë në krye të detyrës, një qytetar si edhe deputeti demokrat Bledion Albati. Partia Demokratike ka shpërsuar tubimet e fundit, teksa kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, numri 2 të tij të vënë në akuzë Belinda Balluku për shkelje të barazisë në tendera dhe formimin e një qeverie teknike.
Prokuroria e Tiranës ka lënë në SPAK dosjen e atentatit me armë në Rinas me 2 të vrarë. Hetimet e deritanishme kanë zbuluar se krimi është realizuar nga një grup kriminal ku janë përfshirë disa persona. Atentati me 2 të vrarë në Rinas do të hetohet nga SPAK. Pasi Prokuroria e Tiranës zbuloi se 2 viktimat janë qelluar nga një grup kriminal, e dërgoi çështjen për kompetencë në SPAK. Me 11 nëntor, tek aeroporti i Rinasit u ekzekutua krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, Gilmando Dani, dhe agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, Muçi Shaliani Sheqeri, i cili humbi jetën në spital 4 ditë më pas. Prokuroria e Tiranës pas 3 muajsh hetime provoi se i takon organit të posaçëm të akuzës të thellohet, pasi ka elementë të mirë organizuar në krim. Role nga porositësi, organizatorit e vrasësit me pagesë. SPAK-u do t'i duhet të zbardh pikërisht dinamikën e ngjarjes për të shkuar tek autorët. Sapo zbritën në tokën shqiptare pas një udhëtimi nga Barcelona, ku kishin qëndruar për 4 ditë, 2 viktimave ju ishte bërë prit. Si në një sken filmar sapo u futën në automjetin e tyre Mercedes-Benz, autorët sinjalizuan njëri tjetrin. Menjëherë ata e vendosën automjetin e tyre paralel me atë të Gilmando Dani dhe të Muçi Sheqerit. Pikërisht në këtë moment, atentatorët hapën zjarr me breshëri Kallashnikovi, derisa u siguruan se drejtuesi i humbi kontrollin mbi mjetin e tij. Njëri prej autorëve i maskuar dhe me kapele doli nga makina dhe qelloi drejt Gilmando Danit disa herë me pistolet. Më pas ai u kthye në makinë për t'u larguar me shpejtësi drejt fushkrujës. Pak minuta më vonë, autorët e dogjën mjetin në fshatin Halil. Brenda Toyotës së djegur u gjetën 4 armë. Breshërit e plumbave lanë të plagosur edhe 40 vjeçarin agentin e AMP-s, i cili u dërgua në spitalin e traumës, por nuk ja doli dot. Fatmirësisht nga krimi i tronditës që ndodhi fare pranë Rinasit, në një zonë gjithmonë të populluar, nuk pati të lënduar të tjerë, por plumbat e Kalashnikovëve përfunduan në muret dhe xhamat e hoteleve e bizneseve përreth, duke shkaktuar disa dëme. 3 shtetas turq janë arrestuar nga komisariati numër 2 pas denoncimit të një gruaje 31 vjeçare suedeze, e cila pretendon se është përdhunuar në një apartament me qira në Tiranë. Sipas policisë, ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të 12 shkurtit. 29 vjeçari turk Çiçek, në prani të 2 shokëve të tij, dyshohet se detyroi suedezën të kryente marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj. 31 vjeçaria u dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku janë konstatuar shenja dhe dëmtime që përputhen me dhunën seksuale. Gjatë kontrollit në banesë me qira, policia gjeti një sasi kanabisi. Për këtë arsye, ndaj 29 vjeçarit rëndon dhe akuza e përdorimin dhe shitjes së drogës. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 2 sasi me produkte të pasigurta dhe pa etiket në tregun agro-ushqimor të Tiranës. Sipas AKU-s, gjatë kontrollit të kryer në 5 subjekte tregtare, u gjetën 2.2 ton sallam me fruta të thata pa etiket dhe thuajse 200 kg djathë kaçkava dhe fruta të thata të pasigurta për të konsumuar. Për shkeljet e konstatuara nga trupa inspektuese, u vendosën gjithsej 7 masa administrative me gjob për tregtim ushqimit të pasigurt, mungesë gjurmueshmërie dhe mungesë etiketimi në vlerën totale për 1.6 milion lekëve. AKU do të vijojë kontrollet në terren me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve, thuhet në njoftimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Avokatët e Recep Selimit hodhën poshtë akuzat për krime lufte gjatë luftës në Kosovë. Gjatë procesit në Hagë, ata vunë në dukje se prokuroria nuk ka asnjë dokument zyrtar që të vërtetojë pretendimet e saj. Në ditën e 5 të deklaratave përmbyllëse në gjyqin kundër ish-krerëve të UÇK-s në Hagë, avokati Recep Selimi deklaroi se prokuroria speciale i është referuar në akuzat e saj disa dokumenteve pa datë dhe të panënshkruara. Mungesa e dokumenteve është një lloj dëshmie që nuk ekziston një strukturë mirë organizuar e rendit publik. Mendojeni për një çast, sa i rëndësishëm do të ishte roli i shefit operativ të policisë të një vendi, edhe në një situatë jashtë konfliktit në Kosovë. Kjo do të ishte një detyrë herkuliane. Minimalisht, do të kishim pritur të shihnim urdhra, udhëzime që të buronin prej këtij komandanti operativ, drejtuar vartësve, por s'kemi parë asnjë të tillë. Asnjë shembull të ndonjë urdhri, një udhëzimi, në asnjë moment, në asnjë zonë të Kosovës nuk është lëshuar asnjë dokument, as nga zoti Selimi dhe as në emër të zotit Selimi. Avokati tjetër i Selimit deklaroi se në UÇK nuk ishte strukturë komanduese.
Shumë ushtarë të UÇK-s, përfshirë komandantët, nuk dinin as për ekzistencën e shtabit të përgjithshëm apo antarëve të tyre. Nuk kishte strukturë me zinxhir komandues. Një tjetër përfaqësuese ligjore e Selimit u shpreh se provat nuk tregojnë se Selimi ka kryer krime. Nuk është mjaftueshme që të thuhet se ka pasur dhunë para burgosje që në një shoqëri pas konfliktit trauma është e gjerë. Asnjë nga këto nuk tregon se Selimi ka kryer krime apo i ka urdhëruar ato. Ka kontribuar apo ka pasur njohuri apo kontroll efektiv që të bëjë përgjegjësi komanduese. Ndërkohë, avokati kryesor i Selimit, Geoffrey Roberts, e mori në fund fjalën për të përmbyllur deklaratat e mbrojtjes. Ai tha se trupi gjykues do të arrijë në përfundimin që klienti i tij është i pafajshëm nëse shikon tërësinë e provave. Selimi nuk ka qenë komandant, nuk ka ushtruar asnjë përgjegjësi e prore në asnjë mënyrë dhe asnjë formë. Këtu përfshihet edhe autoriteti i pretenduar se Selimi ka qenë antar i këtyre strukturave, pavarësisht se ai që në fillim ka qenë një antar i njohur i UÇK-s. Ish-krerët e UÇK-s akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për të cilat ata janë deklaruar të pafajshëm. Pas Tirano, shfaqja 24 orë nga jeta e një votuesi është ngjitur edhe në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër, përmes gjinisë së kabares ngjarjet zbulojnë me humor dilemat politike të votuesit shqiptar. Shkodra mirëpriti në skenën e teatrit Migjeni shfaqe 24 orë nga jeta e një votuesi, një satirë politike në formën e kabares që sjell realitetin shqiptar përmes humorit, muzikës dhe ironisë. Do të thotë tamam pushteti popullit unë. Në regjinë e Driada Dervishit, shfaqja frymëzohet nga krijimtaria e Naun Shundit dhe Teodor Kekos. Regjisoria ka zgjedhur kabaren, një gjinim me traditë të gjatë ndërkombëtare, por pak e eksploruar në Shqipëri, ku publiku ftohet të reflektojë dhe jo thjesht të argëtohet. Patjetër, me 500 në dorë dhe Gjermania na i ka zili. Edhe doktori i ri me 500 që më? Pse çka doktori? Që po them është i ri, ai tani po e fillon jetën. Një element kyç i shfaqjes është poema satirike e Teodor Kekos, e shkruar në vitin 1996, e cila shndërrohet në refrenin qendror të kabares. Shpresoj shumë që impakti që i pati në Shkodër është unanimisht tonë do ta lëvizin gjithë Shqipërinë, pra kjo do thotë që njerëzve i ka motivuar për të menduar tani se si mendojnë edhe mesazhin e zgjedhëve të publiku se çfarë duhet marri. Për sa i përket fabulës, mendoj që këtu ka shumë nga të gjithë vitet tona, ka shumë nga historia e vendit tonë dhe besoj që teatri është mediumi më i bukur nëse nuk flet për problemet e të përditshmes, për problemet e shoqërisë. Në rolin protagonist vjen Arben Derhemi, i cili interpreton një burr në moshë të mesme që prej 35 vitesh heziton të votojë duke ngritur pikpyetje të forta mbi përgjegjësinë qytetare dhe raportin e individit me demokracinë. Për krah tij, Zamira Kita mençuron personazhin e revolucionares në rolin e nënës së protagonistit, një karakter simbolik që përfaqëson idealizmin dhe zhgënjimin e brezave. Është një shfaqje e menduar që në fillim në këtë mënyrë. Na vjen mirë që u prit mirë nga publiku dhe publiku reagoi për ato probleme që ne kemi ngritur dhe për ato probleme që janë ngritur në përgjithësi për gjithë këtë demokracinë fatlume tonën, që qeshim se nuk qajmë tot. Thirrja që ne bëjmë apeli për të votuar, për të ndërgjegjësuar gjithë popullatën për të votuar, por jo vetëm kaq, edhe se sa tronditse është qetësuese ka qenë politika në gjithë këto vite, por megjithatë ajo që mbizotëron në komedi është humori. Gjithçka vjen me nota satire, ironie, humori mirëfillt. Aktorët janë në karaktere shumë të bukura, për mua është fat që kam luajtur kësaj here me Arben Derhemin. 24 orë nga jeta e një votuesi vjen si pasqyrë mprehtë të një realiteti politik dhe shoqëror shqiptar, duke përdorur satirën si armë artistike për të provokuar debat dhe reflektim mbi rolin e qytetarit në demokraci. Sonja dhe Zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.